Përshëndetje të gjithëve, do të jemi në këtë bashkëbisedim të gjatë sot me një personazh karizmatik, një personazh I cili është mbi të gjitha një qytetar vlonjat, me origjinë nga Lepenica e Vlorës, një fshat vetëm pak kilometra nga qyteti I Vlorës. Ai quhet Mihal Selimaj, është sot në prag të 65 vjetorit, baba I 2 fëmijëve, një bashkëshor të shembull, por edhe një biznesmen I suksesshëm në qytetin e Vlorës me një karrierë të gjatë, sigurisht sfidash, por me një karrierë të gjatë edhe bashkëpunimesh, jo vetëm në qytetin e Vlorës, por edhe më gjërë se kaq. Përshëndetje Mihal. Përshëndetje. Kemi zgjedhur që ta ndajmë këtë bisedë sot së bashku duke konsumuar dhe kafen e mëngjesit, sigurisht në ambientet e biznesit tuaj që me shumë vite sakrificë e keni sjellë sot në këtë formë kaq të bukur për qytetin e Vlorës dhe për të gjithë ata që dëshirojnë të bëhen klientët tuaj për ato çfarë ofroni juve. E nisëm kryet herës dhe thamë që jemi në prag të 65 vjetorit apo jo. Pak më parë më thatë se edhe pak kohë dhe ju do të bëni 65 vjeç. Si ka fluturuar koha për ju? E shpejt, e bukur, me sfida. Jeta ecën aq e bukur dhe aq e mirë, varet dhe nga mënyra si ndërtojnë vetë personi këtë jetë. Unë vi nga Lepenica, një fshat shumë I bukur, është quajtur dikur Kasaba, vi nga 2 prindër të mrekullueshëm, Nazif Shahin Selimaj Lepenica dhe Fedho Selimaj, që sot nuk jetojnë apo jo? 2 prindër të mi të mrekullueshëm. Ata më lindën në këtë jetë, më bën që të edh hapat e para të sigurta nëpërmjet autoritetit, kujdesit, edukatës, për kushtimet e tyre. Mirë, do të ndalojmë këtu se kur folëm për Lepenicën, kemi të bëjmë me labërin apo jo, me një fshat labëri që edhe traditat, edhe zakonet, le të flasim të asaj kohe, kanë qenë shumë herë më të forta dhe më të rrepta. Ju thatë se lindët në një familje me 2 prindër të mrekullueshëm. Baba juaj e përmendët dhe nëna juaj e ndjerë që sot ata nuk jetojnë. Asnjë. Po. Sa fëmijë ishit në familje? Baba dhe nëna lindën në 7 fëmijë, 5 vëllezër, 2 motra. Të gjithë u rritën në kujdesin e tyre, nëpërmjet vështirësive që kishte edhe koha atëherë, si gjithë njerëzit, si gjithë vetë rregullat e atij regjimi në të kaluar, në cilën çdo njerëzit ishin gati të përshtateshin kushteve rrethanave. Ma tregu ke një fotografi të nënës, unë dua të prezantoj pak edhe veshjen Kam një fotografi të bukur të nënës time. Nëna ime ka ikur shumë shpejt nga kjo jetë, 57 vjeçë. Pse me këtë shamin e zezë? Kjo ishte veshja tradicionale në fshatin Lepenicë? Unë të 2 prindrit I kam nga Lepenica, edhe baban edhe nënën. Babai nga Fizi Selimaj, ndërsa nëna nga Fizi Sinanaj. Ka qenë, nëna ime ka qenë një nënë e përkushtuar për familjet. Për familjen. Si ishin njohur 2 familjet bashkë? Se s'mund të them me dashuri, sepse në atë kohë... Fejesa është bërë që në djepe. Që në djepe? Që në djepe. Si? Po, njerëzit e dinin, do më nuk e di që rregullasht ishin aty kohë që vërtetoni se ishte djalë apo ishte vajzë në disa pozicione të vjetra patriarkale, po që ishin në rolin e një mamie vlerësimi I këtyre gjërave. Dhe duke ditur njerëzit tani edhe 100% duke që ishin sakt shkojnë dhe tek familja e Aziz Ademit në Lepenicë, shkon gjyshi im, Shahin Selimi, dhe I kërkon dorën e I thot një rast se gruaja ime thot do të lindë djalë, dhe ti do të lindësh vajzë, do t'i ndërrojnë njëri me tjetrin. E kundërta, në qoftë se ti do lindësh vajzë, atë do ta martoj me ata. Po të lindin djemë, s'bëj asnjë lloj marrëdhënie, asnjë lloj gjë. Po nga se ishte nisur kjo, domethënë nga respekti që gëzonin familjen? Ata zakonisht niseshin, kryshit zakonisht në atë kohë bëheshin në vasi me sërën, ose rrjetin në shoqëror, miqësit ose zhvillimet që kishin njerëzit njëri me tjetrin, autoritetet që kishin në fshat.
Dhe se cilin nga këta gjende pozicionin e vetë për të krijuar dhe ndërtuar familje të bukura. Po që konsidoj që këta ishin një çift i mrekullueshëm, edhe shumë. Ne Krushit në Lepenicë kemi pat të pakta të bëra brenda fshatit, sepse kemi qenë jak shumë i afërt të njëri me tjetrin. Me jetu me këtë mahallën që kemi në tani, ose mahalla e Dukaj veç quhet, që u bë nëna jonë, nëna e shtëpisë, bi nga ajo familje si nanaj. Arriti që të kurorëzonte. Po sa vjeç ishte nëna juaj kur e mori vesh që ishte e fejuar? Nëna ka qenë, domethënë që ne e morën, ka i marrë nëna 14 vjeçë si nusë. 14 vjeçë në shtëpinë tuaj. Ka qenë shumë e bukur. I thoshte diellit të da. Një shprehje shumë antike. Aq e bukur ishte. Unë të shikoj të përlotur, po ke shumë të drejtë në fakt, sepse për prindrit gjithmonë nostalgjia, dashuria, emocioni asnjëherë nuk mbaron, edhe pasi ata largohen nga kjo jetë. Po nuk e ke iden, Mihal, ne kemi ndarë një detaj shumë të rëndësishëm, i cili ka të bëj me identitetin ton, po ka të bëj edhe me traditat tona të hershme, të labërisë dhe kujdo shqiptari tjetër në këtë vend. Sepse sot po të shikojmë është transformuar mënyra e jetesës, është transformuar edhe mënyra e njohjes së çifteve të rinj, pra ndërtimit të një familje. Duke shkuar drejt modernizimit edhe digitalizimit, le të themi në thonjza të asaj çfarë bëhet sot nëpërmjet teknologjisë. Mirë po, e mendojmë dot se çfarë bese ka pasur shqiptari asaj kohe, që jepte fjalën një familje tjetër që nëse do të lindte një vajzë do t'ja jepte djalit të tyre dhe nëse do të lindte një djalë do të merrte përnuse vajzën e tyre. Një besë jashtëzakonshme. Po ti krahasojmë këto, le themi zakonet sotme, si konsideron ose si i konsideron se ju sot jeni gjysh apo jo jeni babai dy fëmijë dhe ju normalisht keni bërë edhe ceremoni të tjera martese dhe fejese të djalit dhe të vajzës tuaj. Nëse do t'i krahasoni me atë kohë, si do t'i konceptoje sot? U mendoj që fejesat i bëshin atë kohë ishin mbi baza të shëndosha traditës e zakonor të asaj kohe. Por me kalimin e viteve këto gjëra kanë ndryshuar dhe nuk do të thotë që të duash diko tani dhe të fejosh që ndjepet, se varet të piqen raportet e respektit, dashurisë reciproke, ose dashuria ndershme, sinqert, që nis që nga shikimi i parë, gjëra dhe tjera, siç na ka ndodhur në jetë. Po sot për shembull me këtë brezineri ka ndryshuar akoma, sot ka lindur elementi bashkëjetesës, pastaj kurorëzohet jeta në çift. Por po ta marrëm historikisht eksperiencën e saj kohe dhe ta bijem në ditët e sotme, duke përfshirë edhe autoritetin dhe martesat që kemi realizuar ne nëpërmjet njohjeve drejt për drejta, është krijuar një plagë e madhe për shoqërinë tonë njerëzore, sepse çiftet edhe pse njihen bashkë dhe pse bashkëjetojnë, kalojnë në disa nivele tepër negative, kalojnë direkt në ndarje, nuk kurorëzojnë dot një familje të shëndosh nga fillimet e tyre deri në përfundim. Jetojnë fëmijë të përqar, jetojnë fëmijë pa një edukat, pa një tradit, pa një zakon. Unë për vete time, kur jam lidhur me zonjën time, ne dashurinë e kemi patur në këtë lloj ideje ose kërkesë të njëri tjetrit kemi patur në këtë lloj ideje me rekomandim, kuptohet, të një personi rekomandim. Në qoftë se për shembull babai realizoi nëpërmjet një fejese në Diepe, unë kisha ide të tjera për jetën për tu. Me nëpërmjet një njohje të drejtë për drejtë, që njohja e parë fillon që nga aparenca pamja e jashtme që duhet të përshtatet në çift, duhet të ketë një farë marrëdhënie dhe të puqen dhe interesat e veprimeve konkrete për një të ardhme të bukur të ndërtimit familje solide. Dua të fokusohem pak tek ndërtimi i familjes së nënës tuaj dhe babait tuaj. Ju thatë që 14 vjeç ajo erdhi nuse në familjen e babait tuaj. Si e priti nëna juaj? Keni pyetur patjetër asaj kohe kur ishte gjallë? Kemi pyetur shumë, kemi pyetur. Si e kishte pritur këtë moment? Nëna ime nuk e di që në momentet e para që mori vesh që po flasim që kishte një moshë pjekurie për të kuptuar se ç'ishte marrëdhënie familjare. Pansisht që gjitha familjet punonin tek njëri tjetrin, e ndiqnin me shikim njëri tjetrin, duke lëvizur, duke bërë. Dhe erdhi momenti që vinte nga një familje e madhe, nga një familje e madhe. Jemi shumë familje e madhe, domethënë familja jonë si fis, si Selima ka qenë familje e vogël. Ne i përkasim mahallës Aliaj në Lepenicë. Selima ka qenë dy familje, më të them në fillimet e para, kemi qenë edhe Xhaxhaj.
me mbiemrin Selimaj. Nëna ime ishte ajo që e shtoi racën e Selimaj sepse lindi 5 djemë dhe këta vëllezërit e tjerë lindë pothuajse një nga vëllezërit e mi që është para meje ka 5 djemë dhe ai. Si ka qenë jeta në familjen tuaj? Pra u bët shumë fëmijë, babai dhe nëna juaj kanë vuajtur patjetër sepse koha koha ishte e vështirë. Nëna ime na ka rritur goxha me mundime sepse dhe jeta në atë kohë ishte jetë shumë e vështirë, jetë kooperativiste, po kishte dhe ekonominë tim se në cilën duhet të shërbeni në fushë dhe në verri, në male edhe më lartë. Dhe ishte detyruar që nëna të shkonte të kryente edhe këto detyrat e tjera që ishin familjare për ta ushqyer, për ta rritur, për ta edukuar e për ta bërë të mirë. Por gjithmonë ajo për shembull i binte rasti sepse diferenca midis fëmijëve ka qenë aq e afërt se ajo me shumë vështirësi mbi barrën e trupeve mbante djepe. Shumë vështirësi. Patjetër që e përjeton keq sepse janë prindrit tuaj në fundit. Keni qenë ju që i keni vëzhguar edhe keni ndarë dhe biseda me ta. Me mundime dhe i kur dheni më shumë të re. Sa vjeç ka qenë nëna juaj kur ndroi? 57 vjeç kur la. Po pse ka qenë re? Me smundje cerebral. S'ka ikur shumë re, më vjen keq. Babai juaj jetoi gjatë? Jetoi deri te 80 vjeç. Sa vjeç ishte nëna kur bën? Nëna bëri një gjë shumë të bukur. Dhe pse dinte jo të largohej nga kjo jetë, shkonte një gjormë në një familje alliaj dhe kërkonte vajzën asaj familjes për vllain tim të vogël i cili në atë kohë ishte ushtar. Dhe donte që mbasi ikte nga kjo botë vet, ta linte të ngulur linte një zonjë në shtëpi. Linte një zonjë në shtëpi. Dhe ajo konata jonë që është mbas meje na u bë dhe nënë edhe arriti këtë, arriti ta bënte këtë. Po, arriti ta realizonte. Me shumë vështirësi se ata nuk donin ta. Nuk donin ta fejonin. Ajo ikte në këmbë nga Lipenica në gjormë disa herë në muaj derisa arriti dhe ata i gjunjëzoi dhe na i dhanë atë kunatën e mrekullueshme që bënën për neve. Sa mirë, çfarë fisnike nëna juaj. Me thënë ka arritur deri aty sa ta dinte që do ikte, kishte përgatitur veten e saj për largim dhe solli një zonë. Kërkuan që baban nga ajo kohë të lëvizte, sepse ne kishim shumë vëllezër edhe unë të larguar nga fshati, në punë të martuar, në detyrat tona, ushtarake, shtetërore, shoqërore. Edhe në këtë pozicion ngrihemi edhe i themi babaj që ti do jesh një elektron i lirë, do shkosh 2 muajt e njëri, 3 muajt e tjetri, dhe aty ku të zërë këmba dhe dora që nuk të lëviz, do ngelesh tek ai person, po do të bëjnë mësmet gjithë fëmijët e tjerë. Për atë përkushtim që kishin ata për ne. Nuk pranoj dhe jo dhe unë lëviz nga guri nga themeli i Lepenicës. I shtëpisë Lepenicës. Dhe aty qëndroj në këtë familje. Deri në fund jetës. Në këtë familje ne ishim detyruar i shërbenim edhe në distancë që ishim me vlera monetare, me kompletime të tjera, që ai të ndjej tamam i mbështetur nga fëmijët sepse na kishte arritur me vështirësi dhe ne duhet ja kthenim këtë shpërblim. Edhe kemi kurrëzuar. Bravo. Shtëpia juaj në Lepenicë vazhdon të qëndrojë? Babai vdiq do më lënduar pak nga bashkëshortja, po nga jo nga ishte... respekti jonë si fëmijë. Bravo. Po nga bashkëshortja patjetër, sepse dhe jeta rrjedha jetës erdhi e tillë, dhe ajo iku shumë e re nga jeta. Lepenica ka patur një autoritet shtëpish të vendosur në arkitekturë njëra mbi tjetrën, me kaldrëm të shtruara. Me porta me harqe, shtëpit janë prej guri, banjat janë prej guri brenda. Ekzistojnë edhe sot i kemi ruajtur si monument kulture të fisit, të karakterit tonë, të jetës tonë. Në këto shtëpi banon vllai i vogël, ai që mbajti dhe baban deri në fund aty ku ne kemi dalë nga ajo shtëpi si vllazëri. Pra vazhdon të qëndrojë vllai. E ka vllai i vogël atë si shtëpi. Ne kemi një dhomë tonë që shkojmë edhe her pas here kur ka sebepe ose për kënaqësi. Patjetër, për ta vizituar. Dashuria për fshatin, edhe pse kemi ikur shpejt, nuk kam ikur 14 vjeç nga Lepenica, dhe ndjej atë përgjegjësinë dhe të respektit, po edhe të dëshirave, sepse i thot vajza ime në një libër që ka krijuar fshatin me tradita Lepenica ime sa vite ty vesh me gëzime. Tani kur i sjell gëzime vajzës time të vogël. Imagjinoj ju. Imagjinoj ne që kaluam një rini të bukur. Ju thatë që u larguat 14 vjeç. Ku shkuat? Në shkollën mjekësore në Vlorë. Pra ju shkuat në shkollën mjekësore në Vlorë. Vlezërit dhe motrat e tjerë janë të gjithë që kanë ndjekur studimet, kishin mundësi, patët mundësi në këtë kohë? Kanë ndjekur gjithë studimet, një burazet tjetër ka qenë oficer në
zonën e Veriut, në Tiranë, në Fier. Unë përsëri dola oficer, mbasi mbarova shkollën e mesme mjekësore, nuk më doli për mjekësinë mbasi e voda, më doli për ushtarak. Kreva studimet në Tiranë, gjitha me radhë, edhe më radhë detyra që dhija përsëri në Vlorë, në qytetin tim të dashur. Çfarë viti ka qenë? Mbani mend? Unë shkollën e kam filluar në vitin 1982 dhe kam përfunduar në vitin 1985. Në 85 dola oficer, goxha i ri, goxha i dashuruar për uniformën. Edhe shërbeva deri në vitin 1995. Në 95 me reformat me ndryshimin e sistemit ekonomiko-shoqëror. Po dhe nga pozicionet që kishim në atë kohë, sepse unë është i organizuar në shkollë të lartë, bëja takimet me pedagogët, isha tama dhe unë i privilegjuar, ndoshta nga ajo që unë shkova kandidat, sepse gjatë kohës që ne mbarojmë shkollën e mesme, duhet bëja 2 vjetë stazh, pastaj shkoja në shkollën e lartë. Këto 2 vjetë të stazhit unë, duke parë që nuk doja të qëndroja në Lepenis pas perspektivën time, që dhe të antarësohesha për të patur privilegjet e jetër për të para, pavarësisht në cilësit në atë kohë të komunistave që thoshin nuk ka asnjë privilegj. Që një parti faktikisht dhe në atë kohë ka sjell privilegje si sjell edhe sot. Si të shikonin ty nga Lepenica, nga një fshat që është një provincë e vogël, në kohën që ti ishe në qytet, me njerëz të tjerë të cilët ishin rritur dhe lindur në qytet, kishe pasur ndonjë përplasje ose ndonjë refuzim? Nuk kemi pasur, sepse Lepenica ka qenë një fshat i cili ka transmetuar vlera, edhe është njohur. Edhe nga pozicioni gjeografik, po njëkohësisht edhe nga njerëzit që kanë zgjerë. Për shembull, ne kishim figura të dëgjuara edhe pse i përkisin jo sistemit të Enver Hoxhës, Justin Lepenica, Amat Lepenica, edhe këta kishin një emër edhe pse nuk u shfaqej ajo lloj autoriteti dhe prestigjit që kishin ata, ose vlerash intelektuale kishin dhënë Vlorës në përgjithësi, se s'kishin dhënë nga Lepenica. Po nga Lepenica ne kemi patur njerëz të shkolluar, të larguar, nga Lepenica që kishin krijuar një emër Vlorë, ka qenë me detyra të larta, në detyra inxhinier, drejtora, e tjerë me radhë. Ka patur nga Lepenica oficera në Tiranë me grada dhe me detyra shumë të larta. Pra Lepenica nuk ka qenë anashkaluar. Pra ju krenohesh. Edhe pse raporti po ta marrim Lepenicë 50% kanë qenë përsekutuar, 50% kanë qenë jo të përsekutuar. Po Lepenica ka ruajtur edhe marrëdhëniet midis shtresave të cilat kanë qenë. Baba im ka qenë kryetar Fronti Demokratik në Lepenicë, komunist i parë, partizan brigadën 5 sulmuse, dhe në Lepenicë nuk ka përdorur në luftë klasash. Ka dhënë domethënë fletra për të vazhduar shkollën e lartë dhe dikush që ndoshta ishte i cënuar ose nuk ishte me bindje të ose nuk ishte me bindje të tjera. Pra nuk ka zhvilluar luftën e klasave që duhet, sepse ishim fshat i vogël që të njëri tjetrit. Me hallat vogla që i njihnin njëri tjetrin. Plus të gjitha këto duke përmbledhur, duke bashkërënduar veprimet e njëri tjetrit, të respektin ndaj njëri tjetrit, ne nuk na kanë parë asnjëherë me sy ndryshe. Një histori e bukur ka patur burazeri im që ishte mbaroi shkollën, ka mbaruar me medalje të arta, Kudret Selimaj, shkollën e Beksave, shkollën e Bashkuar, Akademinë Ushtarake me medalje të arta. Kur mbaroi shkollën e Bashkuar, mblidheshin këta të mëdhenj, Mehmet Sheu, Kadrias Biu, ishte kapua për të dhënë dekoratat këtyre dhe për të dhënë dhe diplomat. Vllai doli me medalje të artë dhe do jepni medaljen, edhe i thot Mehmet Sheu: ti ballisti Lepenicës, shko të ta jap diplomën ju s'e kapua, nuk takon të ta japin meve. Edhe medaljen e artë. Ju thatë se filluat të ndërtonit jetën tuaj, pra u pozicionuat në qytetin e Vlorës dhe u njohët me Bukon, apo jo, shkurt Bukon, Bukurien, bashorten tuaj, që sot është një mësuese në karrierë, e cila ka shërbyer dhe ka nxjerrë në dritë qindra breza. Por sot jeni dhe prindër të 2 fëmijëve, një djalë dhe një vajze që ju kanë bërë dhe gjyshër, ju kanë gëzuar. Si nisi rrugtimi juaj me Bukon? Ne me gruam kemi diferencë moshe prej 5 vjetësh nga njëri tjetri. Nga momentet që u lidhëm njëri me tjetrin, ka qenë një fejesë e pak e vështirë, po dhe e bukur. Unë kam bërë një dalje të parë me të në Skel, ka qenë ajo aulona ambërtore, aulona në Skel, është prishur, nuk ekziston më sot ajo. Na shoqëronte Vjerra dhe një Arqilea Limer Kodaju Ajsaj, dhe shkuam drejt në atë për të bërë takimin e parë që do vendosnim të fejoshim apo jo. Ajo me pak vështirësi nuk donte, por aty te Kalitrojës, kur erdhëm te njëri tjetri,
Unë i vesh me uniformë oficeri, sepse nuk ishim robën atë kohë, ashtu ishte kohë sistemi atje, dhe me radhë. I them, si do veprojmë, i them unë. Ju ndërkohë që duka u njohur. Ta lidhëm jetën njëri me tjetrin, i them, tani dhe ta porozojmë, se do bëjmë fëmijë të bukur, i them. Ajo ngriti sy dhe më tha, çfarë thua, tha? Dhe aty në moment pashit, sy dhe mi shkëlqimin e ngjyrës së detit, e tha, po, tha, jam dakord, tha. Pra ishte një dashuri me shikim të parë. Ishte me shikim të parë. Por në fillimet e para pata pak vështirësi, sepse derisa u bë ky takimi, unë shkova vetë për ta kërkuar në shtëpi. Vetë? Se baban e kam patur shumë parimor, shumë parimtar. I tregova për këtë histori që njëthja një vajzë, por nuk më qëndronte kjo gjatë kërkesë për ta takuar. I ka hypja në autobus në urban që vitën punë, ajo zbrit, unë hyp. Ju mbas saj, gjatë gjithë. Mbas saj, një periudhë kohë për një vit. U mërzita me të dhe thash babaj që e lash fare, thash unë, nuk bindet ti, thash unë, për të fejuar me mua. Do shikoj në rast tjetër. E pa që unë e doja shumë. E deshe? Më thot. Pra ti kishe rënë dashuri me atë, ndërkohë ajo nuk e dinte akoma që ti kishe rënë dashuri me atë. Më thotë, po je i Zotit, thot babaj, shkoj në shtëpi. Shkoj në shtëpi, u vërtet, trokas, hy brenda, o i Zoti shtëpis, dela i vjerë, urdo kushe. Po? U ula atje. Sa vjeç ti asaj kohe? Unë më isha 25 vjeç. 25 vjeç. Po. Edhe i them, kam marrë për një problemi, qa kemë nga je mërdi, i them nga Lepenica. A i si duket, e kuptoj disi. E kuptoj pak. Kam marrë i thash unë të kërkoj dorën e vajzës tënde, direkt. Pse thua, më thama? Po nuk ka njës të tjerë, apo vjen ti, do ta marrë unë ajirin i pari dhe pasaj vjen të tjerat. Nesën në muhabetet e tjera, jo po kështu, jo po ashtu, ta kundërshtim që kishin ata, do shta dhe për ta pjekur mendimin kush isha unë, po, për të njohur më tepër. Isha i vlefshëm për të vajzë vetme apo jo, ishte vajzë vetme, gruaja. Më thot që do mendojemi, thash unë dua të na bëni nga i kafe, nga i llokume dhe... Aty ishte edhe bukuria, apo jo? Po, brenda, po. Edhe se përfundim, më thot mua thuajt vi babaj, poshtë me i bastun. Edhe unë për të puru mori dhe në babajt, ata të presin, po duhet të keshin bastun. Babaj e kështë shumë bezdi atë bastunin në dorës. Edhe më shqedh një gazetë zëri populli atë bastunin edhe dritet e dera. Po pse me bastun? Po më thot vjerri mua. Është tradit? Ideja bastunit ishte që të vi babaj ish mua beti. Por unë për të bërë sa me humor këto, i them babaj duhet marrësh bastun. A i tha, thua ju atyre të mani bastunin e të vinë. Mani rrugën për të ardhur, të marrin airi në mënyrën zyrtare. Edhe shkon kunati im, shkon babaj, shkon dajua, për të marrë airin dhe kata, dhe të roket babaj me bastun. Erdha me gjithë bastunit, a i filloj që është dhe dera bjerë, i tha, o nuk e thash vërtet me bastun, tha. Ishte gjë simbolike, i tha, po a i që ka... Si e ke përjetuar ti? Si e ke përjetuar atë momentin që more një po? Shumë të bukur, mendova që realizova jetën time të bukur. Bravo. Edhe të cilën... Kjo shikohet edhe sot. Sa vite keni bashkë? Sa vite? Vajtëm, do me thënë, nga 1987 deri tani. Pra, dhe kaq vite sa keni se familja juaj e mrekullueshme është këtu? Edhe fëmijët edhe ti me bukon. Imagjino, në kaq vite sa keni ju dhe ju keni ende të njëjtat emocione që keni pasur atë ditë që keni trokit në derën e familjes së bukurisë. Shumë interesante. Faktikisht njerëzit kanë nevojë për këto mesazhe kaq bukura, edhe natyrale, që vinë natyrshëm edhe që rrëfejnë jetën tuaj të kaluar. Ne jetuam, do të thënë, të fejuar rreth një vit, në 86 në fejuam, në 87 në martua, në 88 lidhëm djalin. Edhe një jetë fëmia i parë, që besoj se ishte patjetër një gëzim shumë i madh. Një gëzim shumë i madh. Unë nuk kam marrë pjesë në lindjen e djalit, sepse isha në shërbim. Ne kam gjetur të lindur djalin. E dinim shumë mirë me tjetrin që fëmijën e parë dhe pse nuk u veshën ale, e kishim djalë. Ishim një dhunti ose një dashuri që fëmijën e parë do ta kishin djalë. Dhe na kanë ecur planifikime dashuri që kemi pasur dashur dhe në ëndrat dhe në zemrat tona. Edhe fëmijën e dytë me pak vështirësi se gruaja më smur, lidhëm vajzën. Keni kaluar një periudhë vështirë shëndetësore apo jo? Një jetë shumë e bukur, jetë në cilën ne kemi qenë shumë përkushtuar për njëri tjetrin në dashuri, në respekt, në ruajtjen e raporteve reciproke,
mund të them... Gjë që reflektohet edhe sot. Kemi dashur jo vetëm të ishim i qift i mirë për veten tonë, po të transmetonim edhe te fëmijët dashurinë tonë, që nesër ata kur ndërtoni familjet të njëjtën mënyrë, të kishin të njëjtën shembull, ta transmetoni edhe ata në zgjedhjen e tyre. Po se ky model i prindërimit është shembull. Edhe kështu kanë ecur gjërat, aq bukur deri tani, më kanë ecur goxha mirë. Mos marrim sy nga këto gjëra. Larg qoftë. Tani mund të ndajmë ca momente, si vendosët ju që të hapnit këtë biznes që keni sot, që patjetër në sfond e kemi, ndoshta për shikuesit janë ngjyrat e smeraldit këto, kjo ka një domethënie të madhe. Emri i djathtë është emri Smerald. Por kur vendosëm emrin e parë, rregullisht që vendosin Dajot. Në ato momente unë nuk më takonte të vendosja emrin. Në televizor shfaqet filmi Smeraldët. Me ata televizorat e vjetër lura, me bardhëzi, dhe unë doja të vija emri djali Semiralp. Semiralp. Këta tani fillon, jo të avëm këshu, jo të avëm ashtu, në fund të ranë dakord. Doja Smeraldët unë direkt ngulja këmpë. Vjeri u fut në linje, thatë, më mi të avëm ashtu si do tito, po të avëm një albë nga mbrapa, Semiralp. Dhe djali e ka emrin Semiralp. Po mua më ngeli pike topët kjo, që nuk i fura emri që doja unë. Parë si që nuk i takon dhe prindit vinte emri, takon i Dajove. E kuptoj, tradita. Shfa për në atë moment, më që nga puna si oficer, sistemi, ndoshta edhe nga detyra që kisha patur oficer, shkollë partijet mbaruar, i krau të majtë, edhe ngele pa punë. Fillova të punoja aty rreth djallicës, në oficera të cilët hapën një biznes piramidal. Nxira në i lek nëpërmjet marrjeve të lekë që bëja njëri tjetrit, ta çoja atje, mbipnin ata na kaq lek, na aq lek. Por duke ditur nga ideja që kjo nuk ishte një jetëgjatësi, sepse leku nuk prodhon leku duhet të mbështetur mbi baza prodhuese që të eci dhe të shtohet dhe të bëhet. Dhe e mendova që këto firma nuk do të kenë jetëgjatësi. Dhe takoj një shokun tim me thëllim iftari dhe i them, me thëllim, më kanë heq nga puna, i them, si to veproj. Tha mua, unë po ndajem nga jortaku në biznesin e pllakave, materiale ndërtimi, do të vishëm do të mua magazinjer aty. Pra pranove të bëje pak të tjerë? Pra mund të vire 90 milion lek në muaj, nga firma piramidale, duke u marrë lekët tjerëve dhe uaqoja këto oficerave që arkivonin brenda ata dhe na ipnin 1% neve. Dhe u këto i ruaja këto lekët. Po ata nuk t'i ipnin, çfarë bëni, t'i marrin brenda. E kuptoj. Kështu që gjithë ato njëra unë humbën më mbrapa. Të humbën gjithë. Humbën mbrapa. Kështu që mua vlerë më bë kjo 300.000 lekë. Pra fillove ta ndërtoje jetën nga e para. Fillova ta ndërtoja jetën nga e para me 300.000 lekë. E i them me dhun basa kohë shumë lart. Mbasi ecëm goxhan biznes, përballuam dhe 97-ën me shumë sukses, pa probleme. Me aq vështirësi që kemi qenë vetëm që kemi punuar me tregtimin e pllakave. Metliu një tjetër biznesmen i suksesshëm qytetin e Vlorës. Them Metliu, shok vegjëlie me Metliu që nga shkolla e mesme mjekësore, në një bankë, në një krevat, marinari njëri lart tjetri poshtë, në një dollap 1200 me qelës. Prandaj u besoj. Me qelës mbyllej dhe dollapi, kemi qenë shumë jashtë me Metliu, mund ta konsideroj si vlla pa pjesë prej vitesh 1976. Basaj mbasa kohësh mendova që kam familje dhe për të treguar një autoritet tek familja, për të treguar që vërtet babai është dikush që përndërtuar një ekonomi të qëndrueshme që të shërbejë edhe familje, sepse nuk është vetëm ajo që unë të ushqej veten time dhe gruan time, do nxjerrë edhe fëmijët në jetë, sepse ishin të vegjël, diskutohet në këto. Imagjino tani ka qenë viti 95 që hoqja unë, djali ka qenë në 88 ka qenë 7 vjeç. Vajza ka qenë në 91 që ka qenë 6 vjeçe. Imagjino çfarë përgjithësisht kisha unë si prind, sistemi u prish gruaja, po thuhet se ngeli edhe pa punë. E cila biznesin me vete në Fier në 97. Në Fier? Po, në 97 biznesin tim personal. Në 97 një situatë shumë e vështirë. Në kohë të luftës unë ka punuar gjatë gjithë kohës në Fier, bëja linjën Vlorë-Fier me mjetet që unë e dija që bandat kishin lidhje me këta persona i bënin transportin e pasagjerëve, kuptohet me vlera më të larta se kostuaj që kishte gjatë kohës së qetësisë para 97. Po pse në Fier? Pse? Në Fier sepse ne nuk punonim dot në Vlorë, se në Vlorë plasi lufta, i hoqim materialet nga Vlora, i kishin pusë me zi dhe i shpëndam në përmiq tanë Tiranë, Durrës deri në Koprik të Shkodrës, kemi shpëndar materialet tona. Nuk i mbajtëm dot biznesin, shpëndam në Fier.
Biznesin fije tani ngeli nga një person që në 97 në plagos djali dhe aja dorëzoi biznesin ku ne tërktoni plakat që lama atë si përgjegjës dhe nuk i shkush rekomandonte më këtë biznes. Atëherë dhe me të livut unë po e marru në situatën e fjerit në dorë që të mos na humbi sepse kishte shumë rendimet. Të krijojë edhe ti klientë. Ishte vetëm që punonin në atë kohë, të tjerët e mbyllën biznesin, kishte shumë frikë, kishte shumë ashtu. Nuk e di, ndoshta ne na ka ruajtur edhe Zoti, po ndoshta edhe këmbulja që oli ria vdekje ishte problemi në atë kohë, se mund të vriste tjetri, mund të mirë kapitalet, mund të sakrifikosh për mund të kapte edhe një plumb. Çfarë si mund të quhet? Unë qëndroja më shumë në magazin 3-4 ditë atje, 3-4 ditë vjen në shtëpinë këtu në Shole, në katin e dytë që kisha në zëmrën e revoltës ose të bandës. E blindova me fleta qeliku, dritaret, me thas me rërëm, gruaja njifte shumë mirë armët, sepse ishte mësuar që në shkollën e mesme industriale ajo dhe unë në shkollën e mesme mjekësore kur bënin sport. Edhe i thash, nëse vjen njëri të dera lëshoj, kemi çfarë bëj. Do ta përdorte armën. Do përdorte se s'bën. Ja e mbusha shtëpinë me armatim komplet, që më dhe granata, gjërat e tjera për të mbrojtur familjen. Sepse unë isha i larguar, po edhe tek magazina në firmë unë baj armatim timin personal për të ruajtur autoritetin e biznesit, po njëkohësisht edhe për mos na cënuar njeritën, se duhet duart për një kokë janë, tani liria vdekjesh ajo kohë. Patët në incident? Asnjë lloj incidenti, asnjë lloj problemi. Biznesi sa kohë gjatë? Na ka ndaluar vetëm një banda aty tek Kripa, na vuri automatikun këtu në vesh muaj me thliut. Po shpëtuam sepse ndoshta unë kisha bërë një derë ku ishan porcion ushtarake dhe me njëherë vërtet njëri nga te lere shefin të kalojmë, mos e prekni. Na lani ikëm. Po ne në atë kohë kishim shumë lek me vete, se i qonim Tiranë për të konvertuar në lirë. Nuk ju ngacmuan. Jashtë, nuk na ngacmuan. Ta dini që ishim as lek, do të jetonim as një tjetri. Në të mërshme. E shumë vështirësi kemi realizuar. Sa kohë gjatë në firmë? Që nga fjeri pastaj e zgjerova aktivitetin në Vlorë, sepse Vlora ka patur primare që në fillimet e mia para me mëdhin, dhe arrita të ndërtoj një biznes të qëndrueshëm në Vlorë dhe ta kthej në një biznes familjar. Djali i dash një drejtim për shkollën duke i rekomanduar që ai të shkonte drejtim të vlerave të menaxhimit të biznesit dhe të mbaronte edhe juridikun në problemet juridike, ndërsa vajzën në problemet financiare që të ishte pjesë e mbështetëse e biznesit në financë. Me dy profile që... Dhe kam të dy fëmijë të organizuar me nga dy shkolla të larta, goxha të organizuar, goxha të përkushtuar dhe për punë, dhe i kam të dy sot në Biznesi Smeral. Dhe po thuaj se Biznesi Smeral në vërtet ka emrin tim si administratori vetëm, por emri i Smeralit është emri i djalit. Emri i djalit. Por biznesi ishte të dyve. Kështu që unë punoj që t'u alë të rashgimni këtë biznes aty në gjitha cilësitë dhe parametra. Po kjo është dhe një histori, nuk është vetëm një biznes. Kjo është një histori. Një histori që trashëgon familjes. Kjo ka një gjë që ne prindit nuk na trashëgon asgjë, veç që dëshirës dhe mënyrës që na nxitën se si të vazhdojmë shkollën dhe të bëjmë dikush në jetë, jo vetëm për familjen e tyre, po njëkohësisht edhe për shoqërinë, sepse njeriu në jetë nuk vjen për të qenë vetëm vetvetja dhe pjesë e familjes. Ne sot jemi pjesë edhe të tjerëve. Ndaj dhe gëzojmë në respekt të gjërë, në mbështetjen në gjitha drejtimet. Edhe biznesi nuk është tjetë biznes fitim prurës për të mbushur xhepat me vlera moderne, po ne shikojmë dhe si një ndihmë që japim tjetrit me ato çmimet e bukura të mira. Që të vinin ndihmë. Me llojin e artikujve, me llojin e mendimit që japim, po dhe me pritjen e bukur të mirë. Se nuk na ka borxh njëri, ne shërbejmë vetes tonë, po ti gjej kënaqësinë dhe ai blen diku. Smeral, sa vite u bë në treg? 30 vjet, po thuajse. 30 vjet. Po mbushim. Vazhdon të ketë njëjtat parametra duke u rritur, duke u zgjeruar? Nga viti në vit ne kemi zgjeruar me artikuj nga më të ndryshmit. Në fillim unë kam filluar vetëm me pllaka, kolera dhe stuko, ndërsa tani ka arritur me produkte tjera, jo ndërsanitare. Keni bërë një showroom shumë të bukur që njerëzit kënaqen. Me këto faza e parë hidraulike, elektrike. E kemi zgjeruar goxha mirë. Neve nuk kemi tulla rërë nga detit dhe lumit, edhe hekur dhe gjërat e tjera e kemi ne, klientë i gjën këtu të gjitha. Pra ne kemi krijuar si tip një market i madh në materialet e ndërtimit. Dua të pyes, keni pas një pasion të hershëm sepse ma the pak më parë që jeni marrë me këngën, jeni marrë me traditën, jeni marrë me tekstet. Dhe tani së shpejti ju keni bërë disa klipe bashkë me bashkëshorten tuaj. Është një ëndër kjo e kaluar? Po, ne me këngën jemi marrë që në shkollën e mesme, unë jam marrë që një penic, po pak, me shkollën 8 vjeçare në atë kohë, pasaj më mbrapa
kur jam Lorja me grupet polifonike të shkollës mesme mjekësore, ndërsa gruaja është marrë me grupin polifonik të shkollës mesme industriale. Gjatë kësaj kohe nuk se ne jemi njohur njëri me tjetrin në përmjet konkurimit me një shkollë dhe mesme, se ka patur një zakone tradit shumë bukur në atë kohë. Polifonia ka qenë ndërtuar dhe në shtresat e këtij niveli që ndoshta po marrin disa shkolla për të realizuar. Ajo ishte në atë kohë ishte ligj konkurimi midis shkollave të mesme. Dhe në atë kohë ne trashëguam tot, po edhe nga origjina që ne kemi kënduar, babai këndonte bukur. Edhe ne mblidheshim të gjithë në netët e viteve të rinj, zakonisht mblidheshim të gjithë, edhe këndonim bashkërisht në familje. Por dhe familje gruas ka qenë shumë familje përkushtuar në të kënduar. Vjerri im ka kënduar jashtë masë e bukur, ka marrë pjesë në grupin e Tarajasit. Edhe kemi vazhduar këngën historikisht. Në vitet 97, kur kënga era goxha, ne u organizuam dhe ringritëm, duke marrë pjesë në asamblin Shqipini, bashkë me gruan. Por duke filluar biznesin, nuk isha mundësi që gruaja të vazhdonte në një drejtim tjetër, unë në një drejtim tjetër. Dhe gruaja sta ndërpresin pak momente. Dhe këto kohë që kemi realizuar këto videoklike, i thoni dhe ju... Se ju keni dhe fotot vjetra këtu që tregojnë, ja. Po, kemi... Veshjet tuaja tradicionale. Ajo është në festivalin e Beratit, kur u transferua nga festivali i Gjirokastës. Gruaja përfaqësua me një monofoni, unë përja pjesë në grupin e Tarajasit, e sponsorizuar nga ana ime. Këtu është një grupi polifonik që kemi ndërtuar neve me ardhin e Nermi Bej Vlorës në vitin 1992. Kemi dhe i fotot bukur të dalë familja ime bashkë me fëmijët dhe tjerë, me Nermin Bej Vlorën. Ja, duke që e keni pasur shumë pasion, Shumë pasion ne kemi patur një grup vajzash me Arqileali Merkon, shumë të bukur, në cilën trashëgonin valle popullore, mikse, shumë e këndshme, shumë e bukur, por nuk duke tërhequr unë pak nga elemente e biznesit e isha shumë i larguar. Po edhe gruaja duke marrë një drejtim tjetër të vazhdimit të shkollës së lartë për mësuese që është edhe sot. Por arritet ta realizoni sot, ja. Po, grupi Tarajasit. Ama arritet ta realizoni sot. E realizuam atë monofonia Qani Moçopanga Qani, që ishte një gjë shumë e bukur. Zuri vendin e parë, u paraqitëm dhe numrat e zgjedhur në Pallatin e Kongreseve bashkë me grupin e Tarajasit me një këngë më muar malli më muar për sirotica i zuar, gjëra shumë të bukura. Pra ne polifoninë kemi patur të vazhdueshme, po dhe këngën nuk e kemi lënë. Pse kam qenë pak i vonuar në këtë drejtim dhe i kam lënë në mes të rrugës disa gjëra dhe po i realizoj tani. Thash u bë pengesë biznesi, e dyta unë e kam patur atë dëshirën, e kam patur atë dëshirën që të mos ndahem nga gruaja, e kam patur si mos qëndroni të larg njëri tjetrit. Si përçarje të këngës midis meje dhe asaj, dhe nuk diesha mirë. Ke xhelozuar këngën. Pak e xhelozuar, kështu që është më mirë të humbasim të dy, asaj të mos këndoj dhe unë mos këndoj. Dhe tani ato që ne kemi humbur atje, po i realizojmë aq bukur aq mirë tani. Sot, në këtë moshë. Por në një linjë tjetër. Cili është teksti i fundit? Ne tani kemi bërë 2 videoklipe, ka bërë zoja ime. Po? I kam shkruar atje edhe në faqet Facebook-ut kur hodha këngën e parë së afër, mi them me një këngë popullore vlonjate, kolazh, popullore do të paraqitet zoja ime. Më mirë vonë një dëshirë e munguar. Na i vendos pak në sfond këngën e re të sapo nxjerr tashmë, e cila nuk është personalizuar në klip. Nësa një këngë tjetër do bim tani afër është po popullore, por kjo do të jetë kënga që ka qenë kënga jonë që kur fejuam. E kemi kënduar të dy kur shkëmbyem nishane. Cila, nuk mund ta i thuash tekstin? Thollë e barit me vesa, ama që më bëre për vete, edhe që njëtë kopes më thanë çfate që u trete. Ajo thotë djalë vullu cullu në buzë, ta dëgjoj zërin dhe unë plagën të shëroj, ja shumë bukura. Po, mund ta marrësh telefon. Pastaj vazhdoi refreni, thellëzat filluan këngën, por sa dëgjuan dy jarën dhe birbilat të rrotë tyre morën këngë hodhën valle. Më dridhen të shkreta duar dhe mund të qëndron hipun mbi gure, unë tërgjëm i përvëluar. Është një kompozim i Arturo Ramos. Shumë bukur.
është një krim që nga bërë unë. Ka Mirë. futur gjithë si që ka Lepenica. Mos ta nxjerrim gjithë se pastaj do na heqi vërejtje bukuria, se se kemi nxjerrë akoma. Kaq do ta lëmë. Kaq. Shumë e bukur. Pra edhe fjalët Lepenica Kasaba Vëndi i bukur për Sevda. Shumë e bukur. Në male ti e futur që ndis edhe bukur. Pastaj vazhdon sofrë shtruan në rrugë me të mira pravdore, zi nga ta shuash jetje në sofrën jellore. Dhe refreni është më i bukur akoma, sepse Lepenica quhetur kaninë e vogël dhe them Lepenica la bërisë kaninë e vogël të thonë në faqet historistike që ne mbetëzojnë. Këtu jeni të dy, Bukua dhe Të dy, unë jam tek zëri i dytë te refreni dhe shumë pak tek shtrirja e vargut ku ka bukuria. Do të jeni të dy në klip? Do jemi të dy në klip me kostum popullor. Është një dhuratë që ua bëni fëmijëve apo vetes tuaj? Ne në përgjithësi këto më tepër i bëjmë për të realizuar një dëshirën tonë të munguar prej vitesh, po njëkohësisht të lëmë i trashëgimi fëmijëve tanë. Ta përmbledhim me një mesazh të fuqishëm për publikun, për njerëzit që na ndjekin edhe sigurisht për këtë podcast të parë tonin që quhet Një jetë, se pikërisht për jetën folëm. Kështu që na jep një mesazh për publikun. Unë uroj të gjithë miqt, fansat, dashamirësit, por atë parë juve si televizion që gjeni emisionet bukura ka të këndshme për të realizuar, sepse shumë njerëz humbasin, kanë jetë të bukur, kanë jetë të zhvilluar, kanë jetë shumë të mirë, por duke mos u interesuar njeri për ta dhe humbasin. Të gjitha këto që pasqyrove ti do të jenë një vlerë e madhe, jo vetëm për mua, por do të jenë edhe për gjithë shoqërinë tonë. Dhe unë mendoj që të gjithë njerëzit me këtë lloj eksperience që paraqeta unë këtu të marrin diçka nga unë për ndërtuar familjet e tyre të bukura të mira. Misioni jonë në jetë është të përcjellim mesazhe dhe të lëmë gjurmë të mira për shoqërinë edhe për familjarët tanë, por mbi të gjitha pse më jo të përcjellim pozitivitet për aq sa mundësi kemi ne në dorë.